Gjithashtu prej asaj që janë veçuar selefi dhe i kanë kushtuar vëmendje të posaçme ka qenë duaja. Madje duaja, sikur se ka thënë disa ulemave, është një dhuratë që vije Ramazani me te. Po duaja gjithmonë është e kërkuar, mirë po në Ramazan ka një status më special. Andaj i kanë kushtuar vëmendje të madhe duas. Ka Allahu xhallahu ala në brendin e ajeteve të agjërimit e ka përmend ajetin e duas. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Shikoj vëllai, këtë në surën Bakara Allahu thot, kur të pyesin robët e mi për mua, ti thuaj atyre un jam afër, i përgjigjem lutjes atij që më lut. Shikoj këtë ajet, nëse mediton këtë ajet apo. Këtu ka bujaria e Allah xhallahu ala wallahi subhanahu. Bujaria e Allah xhallahu ala, mirësia e rahmetit i me ne. Nuk ka kërkesë prej neve pastaj përgjigje. Jo, Allah po wa idha sa'alak. Nëse ata duhen në me dua. Shikoj këtë bujari. Apo she wa idha sa'alak. Ti si tu vet? A si të dua? Allahu xhallahu ala është ai që po e nis kët. Wa idha sa'alaka ibadi anni. Kur robrit e mi të pyesin për mua, në qoftë se ata nervesin për mua, përgëzoj se jam afër i përgjigjen ata. Andaj nuk ka ardhur duaja pe neve e pastaj djem përgëzim me përgjigje pe Allahut. Jo, po ka ardhur fillimisht përgëzim me përgjigje në qoftë se ne ja lutim. A shikoj çfarë përgëzim Allah na ka dhënë. Dhe këtë ka bën në kuadër të ajeteve të agjërimit. Nga se fillim është ajo që keni besuar, u është bërë obligim agjërimi. Pastaj më vonë vjen ajeti agjërimit, pastaj ajeti duas, pastaj ajetet e itikafit dhe përfundon ajeti agjërimit me këto. Andaj mesatarja e artë e kërkuar që aty ka ardhur përgëzimi për dua. Andaj zëzënëruar me shëzumet madhe që me të vërtet më u pregadit se çfarë duash do të insistojmë këtë Ramazan që të kërkojmë nga Allahu xhallahu ala. A nuk e ka mësuar pejgamberi sa sallam Aishën që në 10 ditën e fundit duke e kërku natën e Kadrit, çka e ka mësuar me bë? E ka mësuar me bë dua. Këtë e ka mësuar. Thuaj këtë. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je ai që fal, e don fal me fal mua. Andaj e ka mësuar me bë dua, në pas garanci të madhe. Pejgamberi sa sallam mëson gruën e vet, çka dush me bën në 10 ditën e fundit bë dua. A për neve kjo është më e thjeshta. I thosh në muslimanin që në krizë bë dua, po ti bë dua. E din çka do të më bë dua. Në domethënë me i plotsu kushtet e duas, me ditë me bë dua, çish me lut Allah xhallahu ala. Prandaj mësoje etikën e lutjes para se me fundu me lut Allah xhallahu ala. Që të karakterizohet ky Ramazan me dua. Allahu xhallahu xhelalu do të thotë të mësojmë se kur duhet me bë dua, të mësojmë se çish duhet me bë dua, të mësojmë për shembull se si duhet me përmend kërkesën, si duhet me formulu kërkesën, çfarë përmbajtje duhet ketë, fillimi, mesi, fundi i duas, çu të më qenë. Nga se qenka e rëndësishme. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lis-saimi da'watun la turad. Agjëruesi ka një lutje që nuk i kthehet. Tash çdo natë e ke nga një status special. Një lutje të zgjidhe, Allahu që të kthen atë. Prandaj ka status special duaja, të posaçme. Prandaj duhet pejtash me përgatit. Çka kemë çartas me kon. Jo me formulu dua kur bim sejdë tani më kuptoj çka kanë më thonë ato. Po ti kem të formuluara. Tekstori veç të presim kur të hapet dera dhe të fillojmë me prezantimin e kërkesave. Qoftë për neve individualisht, por edhe mos harrojmë muslimanët anë mban botë ku kanë nevojë me çanti, do të thotë për muslimanë që po vuajnë në Siri, Allahu xhallahu ala wa la subjandin. Andaj me çdo rast më bëj pak dua për ta, që Allah më ofrojë këm mujahidave atje që janë, Allah xhallahu ala më rujt motrat tona ndërën e tyre, e më rujt muslimanë kudo që ata kanë nevojë për ta, dua më bë. Andaj formuloj tekstin paraprakisht, përgatitur për këtë dua para se marr nga se kë ka veçuar selefin. Kan bërë dua më të madhe. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lufta e parë në Islam dhe kryesorja lufta e Bedrit ka ndodhur kur? Lufta e parë ka ndodhur në Ramazan dhe lufta e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Kurajsh ka ndodhur në Ramazan, çlirimi i Mekës. Këto janë transishme pse kanë ndodhur topën. E kanë të vetën, nga se këtu je më afër Allah xhalla xhelalu. Këtu je më i përkushtuar, më i pastër. Andaj, në qoftë se duat nuk pranon Ramazan, kur pet më të pranu? Kë e ka karakterizuar tash Ramazan tyne me dua.